Kjo është proteste banorëve të Gramsës, Suk Vendas, Bregut Lumit dhe gjithë zonës tu, ka dhe nga Thumana, se janë konsumatorë të kësaj rrugë, po ka dhe nga Dërveni, ka dhe nga Fushkruja, janë 500 metra rrugë, edhe këta menojnë që me çakull do ta zgjidhin këtë punë. Po ja u garantoj që sa herë bjerë shiu radhës, çakulli shpërndahet edhe nuk është zgjidhje çakulli. Duhet asfalt dhe asfalt mbi 25 cm. Duhet rruga që tjetë me standardet europiane. Janë vetëm 500 metra rrugë. Pse me 25 cm, se në Gjermani shtrohet me 35-40. Sepse si që shikoni pas shpinës tonë, vargu kamionave që kalon këtu, janë mjetet tonazhit të rënd, kalojnë mbi 2000 trailer amdit që dalin nga rruga që nuk e konsumojnë, dalin këtu dhe ja u ka bërgj fshati Gramzës, kjo është rrugë fshati. Ja u ka bërgj, ja ka hap zemrën Gramza këtyne njerëzve që vinë nga Shkodra, nga Perëndimi, nga Veriu, nga Jugu, gjitha ne vinë kalojnë këtu për plasën, dhe kjo rrugë fshati përballon këtë trafik të madh. Është e drejta legjitime e banorëve, po ja u garantoj që nuk ka lidhje me protestë politike. Shifni ne flamur partie këtu? Këtu janë socialist, demokrat, pa parti, njerëz zhgënjym që duan me hik nga Shqipnia se ja u kanë zgjedhur me këto lloj gropash. I kanë makinat për servis të gjithë. O i lejnë gomina amortizator, me i pyet shoferat e kamionave, që kanë dalë janë solidarizuar me neve, shoferat e kamionave, i thyen balestrat. Rruga e Gramzës skandal, rruga Luzit skandal, gjitha rrugët skandal. Tani un kam një sfidë për drejtorin e ARSH-s, nuk e di si e ka emrin se i kanë ndruar ata drejtorat. Nëse ai vjen këtu me makinën e vet, se di sa i kushton makina, 100.000 euro, 200.000 euro, dhe kalon këtë rrugë, atëherë po ju them ty në banorëve mos dalin më në protestë. Nëse ai kalon këtë rrugë, por nuk kalojnë këtë rrugë se normalisht rrin Tiranë, në Greqi e në vende të tjera. Në rast se ai me makinën e vet hec këtu normalisht, edhe këta tërhiqen. Po këta e kanë për ditë, kujdes, për ditë, sa herë dalin nga shtëpia, ikin punë, kthehen në shtëpi, në rast urgjence, këtu është kosto shumë e lartë sepse rreth 20 minuta i humb këtë rrugë i smuri. A hy këtu ambulanca me këtë lloj rruge? E tjere, prandaj është domosdoshmëri që të vendoset dorë në këtë rrugë. Është domosdoshmëri sepse banorët do ta përshkallëzojnë protestën. Sot kanë dalë në mënyrë simbolike, po ja u garantoj, por kur protestat bëhet në fundjavë keni për ta pasur si do bllokohet trafiku. Jo këtu, po do bllokojnë edhe rrugën tjetër këtej, pastaj nëse nuk ka reagim kanë për dalë në autostradë, se këta nuk kanë zgjidhje tjetër. Prandaj i bëjmë thirrje ARSH-s, bashkisë, qeverisë, të vit marmasa edhe ta shtojë rrugën me asfalt, jo me çakull. Me asfalt. Në rast se shtrohet me asfalt, ta ikin punë vet, vazhdoi jeta normalisht. Kanë dalë vetëm për rrugën sot. Nuk kanë dalë as me rrezu qeverinë, as me bëu asgjë tjetër. Është e drejta vet. Ujë, drita, rrugë. Janë 3 elementë. Kujdes, jena në 2026. U bë hera e dytë se dalim me kërkunit drejt te kësaj rruge që është e pakalueshme. Janë 3 fshatra që kalojnë edhe një segment kryesor apo një arterie kryesore mas bëmjes autostradës re Thuman Kashar, kalon gjithë Veriu Shqipërisë. Dhe një arsye e shkatrimit kësaj rruge ka qenë poja autostradë ku kamionat me inerte kanë kalu krejt kësaj autostradë është bën me inertit që kanë kalu nëpërmjet kësaj rruge. Para se u bante autostrada, kjo rrugë ka qenë e kalueshme dhe ka qenë asfalt. Tani na kanë shkatruar, na kanë bën këtë gjendje ku është e papërballueshme dhe e pakalueshme. Tu kalon gjithë Veriu i Shqipërisë, tu fut dhe Kosovën dhe mjetet e rana. Ne kërkojmë se kjo rrugë të na rikthehet, të shtrohet në asfalt, s'kërkojmë asgjë më tepër, s'kena dalë as për parti politike. Ne përfaqësojmë vetëm shoqërinë civile dhe përfaqësojmë vetëm drejtat tona që na janë mohu. Po na mohon për ditë, më shumë gjana, po kjo tinalisht një 3 fshatrave dhe gjithë Veriu të Shqipërisë. Rrugët që këtu kalon një zallë i vdek, këtu në një rast urgjent se këtu është katastrofë. Këtu të vdes robi për 500 metra rrugë. Kryeministri jon e deklaron për turizëm, për mirëqenie dhe një shtet nuk një gjën zanin e gjithë tyne banorëve, 3 fshatrave edhe këtë Veriut për 500 metra rrugë. Është katastrofë. Një kryeministër një vendi ja kërkoi vetëm siner një firme, asaj firme që boni këtë rrugë, këtë katrahur, këtë poshtësi, që është e drejta e tij për ta shtruar. Ka njerëz. Dhe sot jena në këtë gjendje. E kina bo greve në parë paqësore, si dhe kjo paqësore është.
asa është vullu i zarë. Dje kanë ardhë kanë hell një kamion me qakull do gropave sa më na hell një syve, por kjo nuk është zgjidhje, miku im. Do vazhdojmë protestat? Do ta vazhdojmë dhe nuk do hekim dorë nga protestat deri kur të na rikthehet ajo e drejtë e mohume. Tu ka qenë asfalt, po ta deklaroj, ka qenë shtru me asfalt. Pasha po gropa, arsyeja dihet, u shtru rruga Thuman Kashar, kalun mjetet e rana, e shkatroi firma për kace, dihet se kush e ka firmen dhe kush e ka autostradën në Thuman Kashar. Sot, jena në kitë gjendje ku jena, kërkojmë nga shteti dhe e dorë, ta plotësojë kitë, se nuk është një kusht i madh, po kërkojmë një të drejtë tonë. Protestës, siç e shikoni, është gjendja skandaloze e kësaj rruge që lidh rrugën nacionale me disa fshatra të zonës fushore të bashkisë Krujë, kryesisht fshatin Gramës, Suk e deri në Ishëm e Mtutje. Faktikisht para se të ndërtohej autostrada që kalon mbi këtë rrugë, kjo rrugë ishte parametrave të pranueshëm për qarkullimin që bënte lidhjen e këtyre fshatrave me qendrën e bashkisë tyre dhe me qytetin e Fushkrujës, por siç po e shikoni nga gjendja e rënduar e trafikut të automjeteve pas hapjes së daljes pra nga autostrada, është bërë e pakalueshme. Natyrisht që qytetarët e kësaj zone dhe gjithë pjesa tjetër që jemi mbledhur këtu i kërkojmë institucioneve përkatëse riparimin e kësaj rruge dhe kthimin e vëmendjes në këtë zonë, sepse nuk është një zonë e vogël, por është një zonë që banojnë me mira qytetarë të bashkisë Krujës. Natyrisht kjo është disa herë që qytetarët dalin, pra qytetarët e këtyre zonave që banojnë këtu poshtë dalin në këtë protestë dhe natyrisht protesta e tyre do vazhdoje në vazhdim të përshkallëzohet deri në zgjidhjen e situatës së hallit që ata kanë. Mi dalë në protest se të shtrohet kjo rrugë, e shqetni vetë se si është, bënë ca gjendje është, edhe arsyeja pse nuk shtrohet kjo rrugë, janë këto makina që janë rrjeshtë, që ata i donë që të hynë nën trallë. Jo dvine të kalojnë të nej, pra ata nuk shtrohet, se me ba me dash të shtrojnë 100 herë, por nuk dur. Nuk dun, se u interesojnë lek të fusin të trau. Atëherë kjo është arsyeja se desit i bezdisin, që mos futet ma këto makinë, plus i ka shkatru zëtë të fshatra këtë zonë, nuk hyet, nuk dilet, nuk shkot në spital, nuk shkot në tregtim, pazar, kërkon. Me këtë rrugë. Kjo rrugë, që lidhë? Kjo lidhë të paktën 4 fshatra, 3-4 fshatra i lidhë me sendet, i lidhë me gjithë Shqipërinë, qoftë me ju nga Veriu, qoftë me ju nga Jugu, plus si kanë qenërën e rrethit. Të shtrohet sa ma pa rruga, zgjedhën se nga do t'i kalojnë tralat ata të gjejnë ata. Rruga do të shtrohet edhe kështu do të vazhdojë për ditë deri si shtrohet kjo rrugë. Vazhdohet protesta? Absolutisht po. Deri si shtrohet kjo rrugë. Nuk ka mënyrë tjetër. Ose po mbyllen me gjithë në shtëpia, edhe në tralat të jetojnë. Faleminderit.